Tani rikthehemi në studio, kemi portierin Kushtrim Mushica, ish portierin e kombëtarës së Kosovës. Faleminderit Kushtrim shumë që sonte me neve. Faleminderit juve për ftesën, kënaqësi gjithmonë me qenë në studio me juve. Kombëtara e Kosovës, a mund të themi krenari? Për asoj çfarë pam, për asoj paraqitje në një ndeshje kundër një, s'po themi ndoshta superfuqie, po në krahasim me neve superfuqi si Turqia. Sigurisht që është krenari gjithë ecuria e kampanjës që ka pas kombëtara jonë, normalisht, dhe këtu nuk do të me pas dyshim asnjë. Nëse kthehemi në kohë edhe e shohim gjithë rrugtimin, kemi pas duke nis prej shortit, i cili në radhë të parë, në shikim të parë, si e kemi pa, gjasat i kemi konsideru shumë të vogla. Suedia, Zvicra, Slovenia, po i përmendëm vetëm këto nga se veç janë konfirmume si kombëtare më cilësore dhe më me përvojse kombëtare jonë. Sigurisht që na kemi pas gjithmonë atë shpresën, besimin që kemi individ në ekipin tonë kombëtar, por që në kampanjat paraprake kemi arrit shumë pak sukses edhe paraqitjen është shpeshherë që na kanë zhgënjy. Kur thash kemi besu për shkak të individëve, e thash me qëllimin që për më ndalë mas nejtë e kjo çka na ka karakterizu në këtë kampanjë. Pra tani mos s'kemi pas veç individ, po kemi pas një grup. Një grup sepse ka funksionu si i tillë dhe ajo ka qenë është edhe arsyeja pse kemi pas edhe rezultatet mira. Futbolli luhet si sport kolektiv që është në grup dhe ata kanë qenë më të bashkuar se kur. Pra, ky rezultat edhe kjo arritje, domethënë, e kemi prek finalen. Madje unë sa herë për shoh po na shfaqet rasti i gollit ose i shansit për gol i Aslanit, i cili ka qenë për pak do të thotë për centimetra ajo ka qenë normalisht edhe merite e portierit, i cili reagoi shumë mirë. Pra një pritje e tina jetësore ka qenë. Që të do është të mënollë se një portier duhet me pyet patjetër, a është që ajo pritja e karrierës? Vështiro me përsërit besoj në qasi veprimi. Sigurisht është e karrierës, se edhe Turqia po kualifikohet pas 24 viteve në një botror. Kanë kalu gjenerata që Turqia nuk ka mujt me përsërit ndoshta kualifikimin që nga viti 2002 dhe ai portier që unë e kam cilësu gjithmonë që është cilësor, e kam prit që do ta kemi domethënë përballë një portier të mirë po si pritje të tilla ndoshta edhe ka mujt me pas edhe te Trabzonspori, të kaluamën edhe te Galatasaray. Po, por që shumë lu në rol momentit në cilën e pret, ose në peshën e lojës në cilën është. Ja ka më uni ekipit si Kosovës, këtë rast kombëtarës tonë, kualifikimin dhe ajo mund të quhet si gol për ekipin e kombëtar Turqisë. Edhe në aspektin psikologjik se e çon skuadrën. Po ajo do të merrte kaje tjetër ndeshja. Edhe ata që deshta me thonë, bro, ajo video, ose nëpërmjet fotos në cilën do formë, kur të shohim, aty e shohim sa afër kemi qenë. Domethënë 30 metra afër botrorit kemi qenë. Kështu që duhet me qenë krenar, na japin atë besimin, sinjalin për vazhdimsinë dhe me njëherë na presin kualifikime tjera për Evropian. Edhe kur të mendojmë, ndoshta gjithmonë e kemi pas atë shpresën që fillimisht kena me përjetu një Evropian para se me përjetu botrorin. Këtu na ndodhe kundërta. Do të kishte qenë gjëja më e mirë e mundshme. Nuk duhet me u dorëzu, nuk duhet me rikthy situatën në diçka negative. Absolutisht. E cila pastaj do të kishte me ndiku te zhvillimit i ekipit tonë kombëtar, nga se i kemi një gjenerat ndoshta
cila një pjesë është në ikje, është një moshë relativisht e re, por ka individ që mund të edhe të mos e përjetojnë më atë afërsinë që e patën për botror, po as nështë edhe kampanjën e një botrori tashëm. Si ish portier, në këtë rast si ish bashkëtar i këtyre djemve, i pom pas përfundimit të ndeshjes të mërzitun, pasi ndoshta edhe kam pa veten në botrorin e Amerikës, cili kish me qenë mesazhi jot për ta? Unë mas pare nuk po du me qit me naj peshore edhe me bo një krasim se nëse janë mërzit ata ma shumë apo sa pjesa tjetër tribuna apo gjitha ata që kanë e përcjellë dhe kanë desht një kualifikim. Nuk e vë në dyshim. Sigurisht që kanë qenë më të mërziturit, ata do ta përjetonin drejt për drejt edhe botrorin, emocionet e tyre normalisht kanë qenë pa përshkrueshme, besoj edhe para ndeshjes edhe gjatë gjithë sa më afër që janë afru çdo herë veç e kanë pas edhe presionin e kanë bart edhe përgjithësime të vërtetë është diçka që nuk mund me marrë me mend shumë kush, sidomos ata që se kanë provu. Mesazhi është që ata mos ndalen pavarësisht se çfarë mund të vije nga jashtë apo nga ndonjë pakënaqësie dikujt ose një mesazh jo i mirë që mund t'i shkoj atyre në adresë atyre, por asnjëri prej tyre nuk janë ndalë asnjë moment. Dhe thashë edhe njerëz kanë qenë asnjëherë më të bashkuar. Kjo sepse jo veç ata që kanë qenë fush, po edhe të gjithë të tjerët që kanë pas fatin me qenë edhe rezervë, është po që e kanë një dëshirë të përbashkët. Nuk e kanë pas ose nuk e kanë shfaqur asnjë moment atë mërzinë se nuk janë pjesë e ekipës të parë. Normalisht, secili prej tyre se ka qenë me lujt, se mendon që edhe mund t'i kontribuojë suksesit, mirë po e kanë lënë atë interesin e vet personal para atij të gjithë kombëtarës, gjithë synime që e ka pas domethënë në Kosovë. Ne i them që mos ndalen nga asnjë mesazh, prapo them, por të mendojnë për evropianin dhe në këtë grup se tashmë e ditën që është mos ja bojnë atlet, por sigurisht nëse marrëm e krahasu në letër jemi me një grup më të lehtë se sa ai që ishte në kampanjën e botrorit. Po të kthej pak në kohë, 2014-ën, për herë të parë ballafaqohet kombëtarja e Kosovës me atë të Turqisë. Në port, që janë te Mushica, në mbrojtje Hetemaj, Regjepi Alushi Curri, Toski, Përdedaj, Rashkaj dhe Nushin me sfush, edhe Bunjaku e Regjepi në fazën e sulmit. Çka të kujtohet nga ajo periudhë, sa ka qenë thotë e kinit mirë që mundesh me bë krahasimin e asaj periudhe me këtë tash. Po janë qenë periudha të ndryshme. Sakt. Për kohën atëherë ka qenë domethënë një ndeshje e cila më shumë ka shërby për me na hap dyrt. Edhe sigurisht që ka pas atë efekt, se pasaj me një kohë shumë shkurt, pas 2 viteve u antarësu me të drejta plota dhe na hap rruga për me qenë konkurus edhe me njek rrugën e evropianit e botrorit kështu me radhë. Fillimisht ka qenë, nuk është se kam qenë në pjesë e atyne negociatave apo insistime për me gjetë kundërshtar. Ka qenë detyre e krerëve të federatës në krye me Fadel Vokrin, edhe të thuhet që s'kon let, muj me marrë me mend, por të vjen një kombëtare si Turqia ka qenë arritur e madhe. Në atë kohë si ndoshta është konsideruar në ranglistën botërore si 15. Top 15 që mundë me qenë jo i sakt. Po.
Edhe për ne është diçka e madhe. Për mu si një futbollist i Superligës, e një ligë që as nuk luanim në për këto as kampanjat e Evropës, UEFA Liga, Champions Liga, sikur që tash jemi. Pra ka qenë një nivel ke tjetër vetë fakti që kemi qenë të izolum. Emocioni pa përshkrushëm, po ajo përgjithësia ka qenë, pra po thëm, e madhe, pavarësisht që se ka pas peshën e kualifikimit. Po për kohën ka qenë, domethënë, e peshë. Kosova po përjeton të diçka të re. Fiks, edhe normalisht, ajo që ka kujtoj është se organizimi pa desht me i vu faj edhe udhëhesëve të asaj kohë, por që ishte shumë herët, ishin pa ndonjë buxhet që mund t'ja siguroni një organizim më të mirë, qoftë në veshjet tona sportive, qoftë në aspektin e infrastrukturës, fushave, ato ku jemi përgatitur ose diçka tjetër. Gjithçka ka shku domethënë aty për aty, si shpejt, mojnë men, kur i kanë sjell rekvizitat e ndeshjes, pra fanellat, te parkingu i hotelit ku kemi qëndruar, u dash me dal, mi marr, mi pa, a bojnë. Çat det, një numër më të madh, dy numër më të vogël, u dasht me që ato që kanë ardhë, me që ato s'ki pas asko me ndruas, veç, do thot, kjo ka qenë në vëllon, që për një, për profesionalizëm, kjo dëm pak një kujdes, ma, ka disa finesa që duhet jenë, do detaje, që e pojnë efektin e vetë. Po ashtu, ajo që vlen me përmen, se nështë ta s'kemi qenë ma të konsolidushëm, se i përmen e emnat edhe tash në ktheve në kohë. Me të vërtet kanë qenë disa futbollistë që kam pas eksperiencat e tyre në për disa skuadra, jo të nivelet që sot i kemi, po në Bundesliga 2, në Salushi, Perdedaj, Curi, kështë qenë në kampanjën para prak, duket ishte jo shumë largë që kishte marrë pjesë në kampanjën e ku Shqipnia kualifiku në Evropian. Mirë po, për Curin ishte ndesha e parë. Do shta edhe nuk e di nëse nuk gaboj, nëse ka vë dytën ose jo. Nuk e di nëse jo ndesha e parë, sigurt ajo është, po nuk e di nëse ka bën një stërvitje para asaj ndeshje ose jo. E tema duket ka ardhur në natë para ndeshjes ose çat ditë. Me i cili s'ka qenë grumbullime të tjera. Edhe të tjerë kështu që pak kemi pas mundësi me njoft një tjetrin. Dhe kur e dim që futbolli luhet pak me një ekip që don më shumë kohë me njoft, mu ambientu me lojën e secilit për aty. Tregon mas mire që ai rezultat ka qenë se real pa tjetër edhe... Ashtu kështu rezultatin nuk është që kena pasë në plan të parë. Po që prap ka pasë edhe aty që dikush... Po. Ka mendu që na kemi, është dash me mujtë edhe aty Turqinë se na me një rezultat më të vogël. Eksperta janë në çdo sferë. Po që edhe anën e tifozit ose në këndvështrimet e tifozit muj me konë. Se po thamë kështu se vetë jëmë konë tifoz. Po. Para se me u bo pjesë e klubit Prishtinës, ekipit parën e fillimisht jëmë konë edhe ples. Kështu që di edhe që dënë një tifoz. Sigurisht gjithmonë është etër përfitore. Po që po thëmë, këto kanë qenë disa momentume, disa detaje, disa që e kanë karakterizuar. Gjithmonë ata që e fillojnë i përjetojnë vështërsitë, pastaj shkon tu lehtësu për tjerë që vinë. Këto po jemi tash. Po tash kur të bëjmë krahasimin, normal që ndeshja me Turqinë u pa që është një arritje shumë e madhe për neve për këto 12 vite se vjen nga 2014. Absolutisht. Por që ka qenë domethënë një rrugtim i gjatë i Kosovës me gjithë ato sfida që kemi pas, nuk do të më harru gjeneratën e sakrificës asnjë moment. Bile tash sfundmi se sa po ka kësi ndeshësh, po kthehen edhe me do video që ndoshta janë të rrallat edhe periudhës me njerë pas luftës. Po. Prishtina, Rami Sadiko,
sot bilim dul kështu në faqet, në rrjetet sociale. Ajo ndeshje pas kthimit nga lufta, domethënë ditët e para të lirisë, me kushte me një barit pa trajtu shumë, domethënë pa kositur, domethënë pa fanella me do, pa ncira me do, lara, tu e lujt një ndeshje që mos mu nal futbolli. Ajo kohë domethënë mos mu nal futbolli në mënyrë që kur vjen pranimi, kur vjen kjo ditë, mos mu dorëzu shtafeta pej minuset. Sakt. Paktën edhe është rrokullis topi, së ndalë në asnjë moment. Kemi dashur topin gjithë. Pavarësisht në për çka kemi kalu. A ne kështu me ratë, është mos nalën edhe etapa, po këtë ato është ai mozaiku që Kosova sot do thot është duke e plotsu deri sa të krijojmë atë bazën që çdo kampanjë mos me kon më veç rastësi kjo që kemi arritur, domethënë po i qëndrushëm me kon gjithmonë. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit shumë, është kënaqësi gjithmonë me diskutim. Edhe për mua kënaqësi, shpresoj që çdo kështu bisedë që do të bëjmë për sukseset edhe të Kosovës të kombëtarës, po edhe të skuadrave që tashmë i kemi për çdo vit në ato sfidat e tyre në Evropian. Faleminderit shumë. Gjithmonë kënaqësi.